Pa numra në kuvend që ja sigurojnë shumicën për formimin e qeverisë dhe me kërcënimin ndaj partive të tjera për zgjedhje të reja, Albin Kurti ka bërë një tjetër manovër politike për të zgjatur pushtetin. Ka propozuar Glauk Konjufcën si mandatar për formimin e qeverisë. Këtë ka bërë vetëm 2 javë pasi dështoi vetë që të formonte qeverinë. Në kuvend kishte vetëm 56 vota. Mes lajkave për liderin e partisë që ja dha mandatin për formimin e qeverisë, edhe Konjufca ka harruar se në kuvend partia fituese, Lëvizja Vetëvendosje, nuk e kishte numrat për formimin e qeverisë. Ai ka thënë se Kurti ka nxitur aq frikë sa kundërshtarët e tij politik u bashkuan që t'ja pamundsojnë krijimin e qeverisë. Menjëhershëm ka qenë reagimi i kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku. Abdigjiku ka thënë se Republika nuk duhet të trajtohet si material loje për llogaritje elektorale, por si vlerë që qëndron mbi çdo interes partijak. PDK-ja e ka cilësuar si lojë për të fituar kohë. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu ka thënë se mandatari i ri pa shumicë është thjesht një lojë për të fituar kohë. 9 muaj dështim nuk mund të mbulohet me taktika politike dhe se zgjedhjet janë zgjidhja. Ndërkaq, kryetari i AK-s, Ramosh Haradinaj, ka thënë se presidentja Vjosa Osmani s'mund ta mandatoj Konjufcën derisa nuk depunohen 61 nënshkrimet e deputetëve, të cilët e votojnë qeverinë e re. Ai ka thënë se Osmani do të bënte shkelje të rëndë kushtetuese nëse mandaton Konjufcën pa e pasur një garanci të tillë.